Të gjithë ju ndoshta keni dëgjuar për rastin e Bilalit, i cili ishte muezini i parë i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ishte i zi, mirë po zemrën e kishte të bardhë, ishte rob i asaj kohe, mirë po shpirtin e kishte të lirë, se shpirti i tij shkonte drejt Zotit gjithësisë. Bilalin radiallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur me të, do ta marri pronari i tij. Dhe ne kemi tregu këtë rast. Do ta marri pronari i tij dhe në mesin e temperaturave të larta të atij vendi, në mesin e një shkretëtire e cila nuk prodhon diçka tjetër vetëm se nxehtësi, do ta marrin Bilalin dhe do ta shtrin atë në shkretëtirë. Përveç kësaj, do të marrin dhe gur, do ta vendosin mbi kraharorin e Bilal, duke i thënë atij, mohoja Allahun, mohoja Muhamedit a.s. dhe shaja atë, ofendoja atë. Kjo gjendje kaq e rëndë, kjo vështirësi kaq e madhe, para mendoje ti edhe unë veten çka kishe bë. A ishe dorëzu apo jo? Allahu e di në gjendjen tonë. Bilali, Allahu qoftë i kënaqur me të, nuk u dorëzua, por thonte vetëm një fjalë, ehadun ehad, i vetëm është Allahu, një është Allahu subhanahu wa ta'ala. Derisa do të vijë Abu Bekri, i cili me pasurinë e tij do ta lironte Bilalin radiallahu anhu, dhe kështu ai do të bëhej një njeri